Toni Maodhi Dorashkën, dhe unë kam ngull prap të kjo, që edhe në botën e sotme të interesave dhe jo multilaterale, komponenti moral është shumë i rëndësishëm. Po të shikosh të gjithë liderat perëndimor, që e justifikojnë në një farë mënyre vendit tyre, sulmin ndaj Iranit, çfarë ju thonë? Ju thonë që ajo është një teokraci, një diktatur, që nuk e meriton ta ketë bombën atomike. Pra ne, vendet e lirive, mund ta kemi. Izraeli si demokraci e lirë mund ta ketë, kurse ata nuk mund ta kenë. Por po të shikojmë faktet, çfarë ndodh? Faktet tregojnë që për gjitha të rajon dhe për botën më i rrezikshëm po rezulton Izraeli, sesa Hamasi apo sesa Irani. Pra, ky është shumë i rëndësishëm si komponent edhe për të frenuar ato demokraci që japin llogari para opinionit tyre publik. Kjo është e para. Dhe e dyta, në debatin tënd me Redin, që ishte një debat intelektual i nivelit lartë, unë dua ta divulgoj pak, sepse çfarë më ka shqetësuar mua dhe i kam parë me këtë sy në gjithë këto ditë, po tulesh në kafe me njerëz të zakonshëm që shohin lajmet. Njerëzit që na rrethojnë, çfarë thonë? Me Izraelin jemi. Izraeli është aleati jonë. Se me Izraelin është dhe Amerika. Pra, ka një pro-izraelizëm që bëhet nga shplarja e trurit e sistemit tonë, e medjave tona, e qëndrimeve që mbajnë qeveria e tjere tjere. Prandaj dhe për këtë i duhet shpjeguar që ky komponent moral është një gjë shumë e rëndësishme. Pra, duhet shmitizuar për këtë botën tonë të vogël shqiptare, roli i Izraelit mirë dhe këta janë. Këta janë një teokraci. Pra, unë e pajtohem me ty këto, po a na ndihmon, se në rregull na mujna me pas si qëndrim. Unë mendoj, unë po flas krejt që edhe një njeri ndriçuar më shumë në një botë disa miliardëshe na ndihmon. Pra, e vërteta gjithmonë na ndihmon. Dhe pastaj tubimi i miliona apo miliarda të vërtetave e bën globin më të mirë. Në qoftë se ne ecim me logjikën, sepse ajo që thu ti kundërshton këtë, ti thua, aty po vriten njerëz, si izraelit, edhe iranian, sepse Amerika na pas ka një plan që t'i vrasi këta në mënyrë që t'arrit e Kina. Dhe kjo njerëzve i duhet shpjeguar që këtu nuk qënë ka as rrezik regjimi iranian dhe as rrezik arme atomike, por qënë ka një plan më i lartë se Amerika do të luftoj Kinë. Pra, këta njerëz që sot, shqiptar të vegjël, të parëndësishëm, që thonë jemi me Izraelin, duhet ta dinë dhe këtë që thua ti, që atje po vdesin njerëz kot në emër të një projekti gjeostrategjik shumë të madh. Dhe secili, kur di këtë, pastaj merr pozicionin e vet karshingjarjeve. Që është moral. Unë nuk e besoj që konflikti me Iranin synon Kinën. Është shumë për ta thënë tani. Nuk është. Konflikti me Iranin, Izrael-Iran, ka të bëj me rajonin në radhë të parë, ka të bëj me burimet e mëdha të naftës në radhë të dytë. Po themi, Shëbaja nuk e do. Izraeli do të tërheq këtu. Izraeli do të tërheq Shtetet e Bashkuara, pa tjetër. Shëbaja nuk e do, se ka tjetër se nuk do të angazhohet në një konflikt që ka kosto. Ka konsumim madh. Ka kosto shumë të madhe, pa tjetër. Prandaj dhe edhe hezitimi në Washington është pikërisht këtu bashkë. Është pikërisht këtu. Nuk do se do të vjojmë edhe në emisionin e ardhshëm me këtë temë, por unë dua të bëj një pyetje që është e rëndësishme, mendoj. Nga që përfshirja, ne kemi vërtet një luftë Izrael-Iran, por këtu është përfshirë në gjithë bota. Dhe unë dua të di, fare shkurt, fuqitë e tjera si gjenden në këtë konflikt? Po mbetëm ylli pak pa u sqaruar se Bushati e kapi. Po pra, po se pastaj do kthehemi në debat dhe mbetëm këtu dhe s'kemi kohë të
Vetëm të flem këtu pastaj. E para, me të thënë drejtën, profo, Amerika u tregu shumë e dopt, dhe sidomos Trumpi, karshi Rusis. E premtoj një gjëtë brenda një kohët shkurt, 24 orë dhe dështoj. E vetëmja gjë, Jam plotësisht dakord me ju. e vetëmja gjë, për të nisë ose rinis fuqinë e vetë, ishte kjo betejë në gjirin përsik, ku ishte prezente edhe Kina dhe Rusia, dhe gjithashtu ai konflikti, po themi kështu, gati si përfaqësor po Iran, mes Indis dhe Pakistanit, ku ishte prezente Kina në Pakistan. Arsyeja për treguar fuqinë Trumpi ishte pikrisht për ta kundërvë Kinën, jo Pakistanin. Mirë, po të... Tash, nëse këto gjëra, nëse një perandori e cila është dobësuar bukur shumë me Bidenin, që ishte pa fuqishme dhe smerrej seriozisht, bile tallej nga Putini, ajo dikund do ta rifreskonte veten dhe na do ta pranojmë. Këtu, tash e tutje s'ka humanizëm, ka geopolitik. Dhe me qenë se ka geopolitik, na intelektualisht mund të folëm, po, atje në Gaza kanë vdek kaq njerëz dhe ka pas një gjenocid. Po për te genocidit, boda është jo humane. Edhe dhe zëri intelektual është human, po boda është jo humane. Dhe kjo kontradikt mbi botën jo humane të geopolitikës dhe humanizmit tonë si zëra të, po themi, të përvetshëm, besoj që ka një farë... A jeni me mendimin tim që shpërtimi i konfliktit me Iranin ndihmoi Rusin në dy aspekte, e para që zhvendosi vëmendjen nga Ukraina në lindjen e mesme dhe i jep dorë më të lirë Rusisë që të arrijë objektivat e veta. Ka arrit objektivat. I jep më shumë. Ukraina është e ndame. I jep më shumë. Kjo të Ukraina është e ndame. Izraeli si iniciatori kryesor i kësaj pune, nuk intereson ky është fare nga ai që ndodh. Unë mendoj, profesor, vetëm me qenë se ke qenë në politikë të jashtme, ke udhëheq politikën e jashtme. Vetëm një arsye është. Arsyeja pse është Irani, është që kur negociohen momentalisht pozicioni i Rusisë edhe i Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i barabartë, se të dyat kanë interesa edhe të zhvendoset dhe kanë sovranitetin e dy vendeve. Të zhvendoset dhe kur të hynë negociata do hynë Profesori shqyr është me fat që nuk është më ministri i jashtëm se do detyrohet të ishte me Izraelin sot. Dhe na po presëm vishë Tajvanin të sulmohet. Si gjenden thash fuqitë e tjera në këtë konflikt, po me 5 fjalë për secilin. Kemi konkretisht Kinën, kemi Rusin që profesori tha përfitohet nga ky rast, përfiton Rusia, dhe në fakt përfiton, qoftë edhe indirekt, Patjetër. përfiton pa asnjë dyshim, qoftë edhe sikur të mos jem nisur me këto objektive amerikanët, që i bëjnë këtë punë, përfiton. Në Kina, vendet arabe të tjera, që duket sikur janë edhe pak një pjesë neutrale. Jo, Arabia Saudite sot pati qëndrim. Dhe Bashkimi Evropian që duket sikur s'ka rol fare. Për shembull Macroni thotë flet për paqe, SBA-ja se kanë ndërmend fare këtë gjë. Që tha Bushati, humanizëm. Të dyja në Kanë takim nesër me ministrat e jashtëm. të dyja Se disa pesh kanë. Europa? Pjekë po i bën, po. Po hiq më i se quen më. Ata po luftojnë për vetën në Bushat. Për rëndësinë e vetë që se kanë. Dhe Irfani atje thotë. Asë një rëndësi e Bashkimi Evropian nuk kanë konflikt. Presidenti që ke. Asë një. Asë në Rusi, asë në Iran.